Janë të shëndetshme lentet e kontaktit raport me syzet? Çfarë i diferencon ato të dyja? Tani, unë si mjek okulist, gjatë gjithë karrierës time, kur nuk i rekomandoj lentet Ju dhe vetë keni syze, përpara kështu që do të syzeve kishit vendosur dhe lente. do t'ju argumentoj pse. Sepse sa do cilësori qoftë lentja e kontaktit, që pse jo mund t'jetë një lente më e shtrenjtë se zakonisht, që këtë quhen lente ditore, pra ti hap një çift të ri të nesërme në mëngjes, paketë të re, çiftin e ri të lenteve, për secilin sy janë 2 lente, dhe ti amballazhin që hap ti e flak. Dhe në fund të ditës, që nuk rekomandohet më shumë se 8 orë në ditë mbajtja e lenteve, mbi 8 orë është e parekomanduar. Pse mbledh mikrobe? Patjetër, aty do dalë. Pra gjithsesi ajo është një trup i huaj, pra sado luks tjetë, sado ti mund të përdorësh lente ditore, pra që ti i flak dhe të nesërmen hap çiftin e ri të lenteve, ajo është prap një trup i huaj për syrin e njerëzit. Dhe aty ka 2 gjëra. Vjen një moment, siç ndodh shpesh me shumë prej përdoruesve, që syri nuk e toleron dot më kollaj, dhe vazhdimisht irritohet, skuqet, ka ato ndjesinë e kruare se gjitha këto me radhë. Dhe pse jo, që na ka ndodhur shpesh, unë kam pasi pacientë tani afër në fakt, që arrin në infeksione të syrit për shkak të lentes.